Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po vi me lajmin më të fundit rreth Shpat Kasapit nga një deklaratë e cila është bërë nga familja e Shpatit kundërdrejt një personazhi të njohur shqiptar Igli Tare. Në këto ditë të rënda zie, familja e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi ka shprehur mirënjohjen e saj për të gjithë ata që u gjendën pranë në momentin e tyre më të dhimbshëm. Pas ndarjes nga jeta më 25 nëntor në Bergamo dhe sfidave të shumta burokratike që zakonisht kërkojnë kohë të gjatë, trupi i Shpat Kasapit arriti të kthehej në vendlindjen e tij në Tetov më 30 nëntor. Vllau i tij Albini në një reagim për Sportmania u shpreh: "Këto janë ditë të dhimbje të mëdha për familjen tonë. Falenderojmë të gjithë ata që kanë qenë pranë nesh në këtë humbje të rëndë. Dua të shpreh falënderim publik për Igli Taren, bashkëkombësin ton që bëri të mundur dhe ishte faktor kyç që trupi i Shpatit u kthye në kohë rekord në vendin ton. Na është gjendur jashtëzakonisht shumë dhe e vlerësojmë pamasë këtë mbështetje." Por ndërkohë një tjetër reagim publik ka ardhur edhe nga hoxha i nderuar Ahmet Kalaja, i cili ka sqaruar se në këtë proces nuk ka qenë vetëm Igli Tare. Në një postim të tij, hoxha Kalaja thekson se kontributin vendimtar e ka dhënë edhe Mariglen Shehaj, i cili sipas tij është marrë me të gjitha procedurat dhe shpenzimet para edhe pas ndarjes nga jeta e Shpat Kasapit, si dhe me transportin e trupit të tij drejt Tetovës. Në postimin e tij thuhet: "Mediat nuk kanë thënë të vërtetën kryesore. Mariglen Shehaj, babai i Amarit, vllau i ynë Mariglen Shehaj, është marrë me të gjitha shërbimet para dhe pas vdekjes, si edhe transportimin e tij në Tetov. Zoti është përbleft, xhest madhështor, mbarësi, bekime, udhëzim, amin", thot. "Nuk mohojmë faktin që mund të ketë kontribues të tjerë për arsye procedurale, por të mirat materiale, shpenzimet janë hedhur nga vëllai në fjalë. Në fund, pavarësisht emrave dhe kontributeve, ajo që mbetet më e rëndësishme është solidariteti, mbështetja dhe humanizmi që u shfaqën në një moment kaq të vështirë për familjen e Kasapi. I qoftë i lehtë dhe i Shpatit, ngushëllimet sinqerta familjes dhe të gjithë atyre që e deshin." Janë këto dy deklaratat nga familjarët në krye me Albin Kasapin dhe nga hoxha i nderuar Ahmet Kalaja.